Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për informacionin e fundit që përcollëm vetëm pak më herët. Shkojmë tani në një lidhje live me kolegun tonë Ronaldo Gjoshi për bllokimin e aksit rrugor Elbasan Cerrik. Ronaldo, të përshëndes. Përshëndes të fakta që kemi raportuar në pak më të parë bllokuar përkohësisht aksi rrugor Elbasan Cerrik nga shosja e sindikati i Kuqe. Ato janë përpunuar të gjitha padromet e tjera të e-bashkisë, pasi kanali i Patipës, i cili një kam që vjen nga Korça dhe përfundon në shtermet të bashkisë së Cerrikut, ka dalë nga shtrati, ka dalë nga vendi i tij, dhe duke shembull komplet e malit dhe betonin që ai kishte në të gjithë sipërfaqen e tij. Janë aktualisht të gjithë automjetet e ASHP-s të bashkisë së Elbasanit, të cilat janë duke punuar minut pas minuti për të normalizuar situatën. Aktualisht qëllimi është bllokuar dhe thotë që për të lëvizur automjetet ka një rrugë tjetër pra nga zona e Jagodinës, zona e Fuçit për të përfunduar më pas në zonën e Cerrikut apo në kanë të zonës së Kuqes. Ronaldo, dihet diçka mbi arsyet pse ka ndodhur kjo? Në fakt janë duke punuar dhe pjesën e padromat, ndërkohë që nuk dihen arsyet në këto momente, por se vazhdo pa përpara është shkëputur pra pjesa e betonit, ndërkohë që i ka dalë vetë gjithë rrugor, duke bërë të mundur edhe bllokimin e këtij aksi rrugor në këto momente. Ashtu që thashë pak më parë, është një kanal paditës i cili shërbën zonave pra në këtë bashki, por edhe në bashkinë e Cerrikut. Mirë, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe këto informacione që përcolle. Kisha Ronaldo Gjoshin në lidhje të drejtë për drejtë dhe me këtë komunikim, me këto informacione ndajme këtu bashkë për këtë ngjarje. Mirupafshim.